Fillova mbledhjen sot me një duhet ta them sepse në portalet që plasën dhe shkruajnë gjëra pa baza dhe pa argument. Ditet për një dhënie prone që ne si Këshilli Bashkiak nuk e kemi miratuar. As Bashkia e Marës nuk e ka miratuar, nuk e ka marrë vëmendje ky projekt vendim. Dhe është mirë që nëse duhet të isni me baza. Dhe për ta mbushur portalet, keni këto për të parë. Një gjë duhet keni parë, nga Bashkia e Marës, nga sa kohë kam qenë sekretar, dhe jam kryetar, nuk është firmosur një dokumentacion i prurë nga Këshilli Bashkiak në fitet dhe traktu që thotë Këshilli Bashkiak ka prurë e ka bërë vendimet apo i projekt vendim Këshilli Bashkiak. Çfarë ka vendosur Këshilli Bashkiak, ka vajtur prefektura. Dhe ka ardhur nga prefektura. Kështu që kjo nuk ka pse të diskutuar më dhe të mbushen portalet kot e kryetari i bashkisë, ka shkuar toka, ka rënë toka, po këtu në Këshillin Bashkiak. Edhe me sa diun asnjë sentimentë tokë nuk është tjetërsuar nga ne apo nga kryetari i bashkisë. Do të bërë dhe shkelje. Shkelje mund t'jem bërë. Nga shkelja 51 e kini kaluar në 52. Një minutë, është bërë dhe shkelje. Jam dakord me ati kushtuar si kryetar, po nga pasiola 51 në gjomo e kini pur në pastajata. Dhe më përshurë për një shkelje, ku që ka bërë të shkelje? Po do të shkelje. Ku që ka bërë të shkelje? Nuk e tani të gjoma. Për respekt, se të vetëm dyta të fjallën, nëse ke pojnë gjithone të arë në Këshilli Bashkiak, se të drejtën është që në Këshilli Bashkiak nuk mund të di kush do qytetar të flasë të vërtas, dhe me të drejtë do të sqaroj ty. Në atë vendim që është bërë në Këshillin Bashkiak, këshilltarët nuk dinë as parcel 51, as parcel 54, as e ku të prona, ka pru një projekt vendim Bashkia e Marës, ku ka marrë 14-15 vota, nuk e di se mamën se sa ka marrë, dhe ka vajtë prefekturë dhe është miratua me dinjshmi plot. Pastaj, kush bërë investimi në 52, në 53, në 54 vajot, apo këshilltarët, nuk e dinë realisht se kur bëhet investimi dhe kush është parcela. Të drejtën e ka Bashkia, të shikoj ku bëhet investimi. Jo ne, si Këshill. Dakor, ne nga ka arrit të lutem, ka përkuar, ka bërë një të tjerës për fotovoltaik, dhe shqyro kush ka mundësi të investoj Bashkinë e Marës të investoj, po jo të lakë në tjerve, sepse këtëse ne kemi kërkuar dokumentacionin që të vi nga ashtukoja ka, pronar, s'ka pronar, s'kish pronar, kemi dhe parcele 51 nuk e mamën dhe qa parcele është, aje ka bërë investimi parcele 52, nuk shka e Këshilli Bashkiak, apo e kryetari i Bashkisë. Pastaj, të tjera, është trup ligjore ba. Nuk është se ta kemi marrë ne ty, ka qenë toka e nekos edhe e mora unë në një të dorën për t'yja për toka të ne. Dakor? Kryetar të steni diçka, në fillim ne që nuk kemi të drejtë të ngrini zëri tu. Ti je i gjetur nga ky popull. Në papajë nuk. Dhe në këtë ti ka thonë, ky popull ka të drejtë, jo ta ngrirë zëri, po ta fundi këtë godin. Okej, më dakor. Prandaj atë për më përpara, kur të tjetra të më tepër, dini fare mirë në tjeni, që e dini që në të gjithë dorën e i marë, nuk ka 1 metër tokë shtetë. Janë prona që janë bërë me flori, edhe ka shtuar babalarët së byti tanë, dhe janë. Juve, pëse nuk bini dakord që jemi prona, ose të këtikata, që s'kini dhe nga të këtikata, dhe të pare të i marë, që ligrojnë me prona, dhe të shajtë të një këto veprime. Që nuk jemi prona, nuk jemi këtikata, që nuk jemi prona të pronanë. Nuk jemi, ashtë të tipë të gjeni dhe prona, po me vërtetim, hipoteko, me vërtetim, ashtu, në të në dhe keni të romate një gjene një edhe alë, benja? U futëm një diskutim që një atë në dhe. Shakë kërë një aborti zotëri, që ke punë në Këshilli Bashkiak, ku e ke pronut tënde, që do të ashbimojnë se Këshilli Bashkiak, një nga dërë të Këshilli. Nuk pa ma jitri pronut mëre, ka kune nuk pa ma jitri, po në pokoni juve, nuk pa jitri juve pronut. Që do të bërë pronut, ku ti mojë më të kemon një vlog, për para, edhe nuk për jetë pronut. Për i mune dhe një pronut.
do të ndryshme, do t'i diskutojmë këto, po jo në këto. Pike fundit, pra na janë të ndryshme. Diskutova dhe ka të vetë e Un campagnato che da qui, un qua nelle trattate. Un qua nella politica. Kemi zgjedhur na ju dhe ju e keni pasi më shumë se ne. Ani tuaj me në ditës. Pasën e një ditës, o aproviti. Aproviti. Pasën e një ditës, ne si kryesi, unë para mbetës. Dhe diskutuar për e një ditës. Të ndëruar këshilltar, neve ku kemi bërë mbledhjen e parë, kemi caktuar dhe grupet e komisionit, edhe kryetarët e komisionit, kemi vazhduar me procedura, kemi vazhduar me ato çka kemi bërë mbledhjen e sot, por shikoj një mangësi të madhe shumë nga kryetarët e komisioneve, nga anëtarët e komisionit, dhe nga gjithë këshilltarët. Nëse ne do të bëjmë një show politika, do të bëjmë një show që pjesa jote, pjesa ime, nga bimë që të ndërëm nga ato votat ku sotima i kemi marrë qytetarë. Ne kemi marrë partira, ne kemi marrë qytetarë. Dhe si kryesi vendosi që disa are një për arsye të komisionit, nuk janë dhe komisionet, do i të në rejtë. Dhe e dyta, pike dytë është kërësot e sekretar, do të shkojnë që regulorja e Këshillit Bashkiak duhet të funksionon. Dhe do nga me ka përgjegjësi, tregoja të vene ti apo si këshilltar, apo sekretar i një grupi, apo një komision, duhet paraqitet për tasë, të diskutojnë apo mendimet të ti, apo sekretar. Nga të të ne do e përgjërim, do të batojnë reguloren që ne kemi patura, por sot, do një tapere, dhe do zbatohet nga vitës. Do shkojnë regulore, si të regulore, përse një antar komisionit nuk vjen në gjymë dhe në mbire, komisionit kratë të të komisionit. Që në pikën e parë të kemi shqytit dhe preventiv për miratimin e planit punës për konstruktimin e buxhetit të Këshillit Bashkiak i marë për vitin 2026, Me kjo shpërgjegjësia e juaj, që juaj nuk ka ignoroni ata të vitin të filluar. Tani No, është një ndërhyrje, më falni. Ke shumë të drejtë, po unë e kam diskutuar dhe me kryetarët e çata, dhe i takim kemi bërë bashkë, i bashkë me kryetarët e bashkisë, dhe kam folur dhe për çështjen e kryetarit të Miu, dhe unë kam rregull çfarë kryetari, unë s'kam nevojë, sa e kam të zgjidhur, kam në rregull çdo gjë që me kryetari i fshatit tuaj. Pra të shisni. Po fillë një herë. Po kanë si Terezi. Ata do të kenë punë me pjesë. Çfarë ta më thua, se më të kush ka prunë një kërkesë nga ju? S'ka problem me kërkesë. Po tani çfarë tash? Fukun këtu. Çike këto më bëjnë tani, ne, në çdo mbledhje, ne kemi faqe Facebook, punojmë me internetin tani se ka media. Sekretari i Këshillit i merr gjithë kryetarët e çata, dhe u thotë, filan nuk kemi. Ka një tim. Çfarë bëri sekretari i ta njoftuar? Ku janë njerëzit? Të lutem shumë. Sa nuk ka Problemet janë të mira në fshatin tim. Ne nuk i dëm të tërë këto tani, çoki ka me ndaj çata. Ku janë ata? Ju keni filluar me
projektu, tani ne nuk i marrim kot me fort. Sa për të sqaruar, Është drejt ligjore që do t'i kretar, sa për të sqaruar procedurë. Edhe kretare të shtarë. Nuk paralitet të sfotsohet në këtë fare. Dakor. Po, i kërkesë të vetarë, Po, të sfotsohet. Më vjen keq që filloj shumë. Në radhë parë do të sqaroj që pjesëra shumë imponente të më presin. Në radhë parë këto që diskutojnë elektra do jenë tek ndryshim. Nuk janë tek këto referendum. Prandaj ti diskutojmë në fund. Në radhë parë ne e tha kryetari, por nuk e jam. Nëse e kemi patur në të parë rregullin e Shqipërisë, që na e përkrejtje e kemi parë dhe e njeri të tekrakë, por jeni 33, jeni 27, do të jetë që me rregullin e Shqipërisë. Dhe për komisionet, detyrat e komisionet. Po dhe detyrat e kryetari të Këshillit, për ata këshilltarë që mungojnë, këtë izvësuar të komisionet. Tani, ne kemi marrë një vendim. Pa kaluar komisione, si që thotë në një 34, pa kaluar në komision, viqet në rezistitës. Dhe ne kemi marrë pikën e parë, një 3-4 pika, e ne kemi lënë që ndon një komision i bukësis, pavarësisht se si e ka diskutuar, ne do të futur në rendë të tjetër, sepse u diskutuar. Me këtë që tjetër, që nuk e që ndërme, do të diskutojnë në ndihmën ekonomike dhe të ndryshme. Të tjerat janë heqë në rendë të tjetës. Kjo është e çfarë bëri Kryesia. Të tjerat ne të vazhdoj tani me rendë të tjetës ato pika që ne Mo, ja o gjithë të drejtë për taj republikë. jo ti zero. Jo, Jo, o kryetari ose sekretari ta sqarua. Kryetari grupit është tjetër kjo. E ka kryetari ose sekretari? Unë fola me emrin e sekretarit, s'fola me kryetari. Tani pika 2, shqyrtimi dhe miratimin përvetim për miratimin e transferimit të pasurisë shkuaj kulturë. Në nuk pasurisë janë të 819.500, në ndohu i konë adëtare, jini shtakin në të qërë, dhe si përfaqen tope 2.555 metra katore, nga pronsie bashkisi marë të Ministria Ekonomisë dhe Inovacionit. Para se ta... On a tout ce Në Komisioni Policisë Vektorisë dhe Jaseteve, është ndezur për shqyrtime e kësaj ja projedimit të asjel bashkia, dhe është fjallë për një transferim të një prone pijore, shtetërore, që ndove në zonën e Palasës. Kjo pronë është në pronë të bashkisë, i ka shërbiri bashkisë, kërkohet që kjo pronë të kalojë në administrim të Ministrisë së Mjedisit për arsye shtetërore. Prona është shtetërore, atje funksionon një rajon i vogël policie, qendër shëndetësore, edhe me qëllimin që ka bashkia shteti për këtë, atje do të zgjerohet territori dhe do të futen edhe do të përqendrohet në zja fikse, që tjetë sa më afër realitetit në të zonë. Komisioni ka vendosur që me gjithë bëhet fjalë që pronë shtetërore dhe transferohet brenda provincës së shtetit, dhe ky investim të Belarje i shërben komunitetit, kërkon një zgjerim të vogël, nuk është pronë private, nuk ka bëjmë asnjë privat. Komisioni ishte dakord të ky transferim të bëhet. Për këtë janë paraqititur dokumentacione nga kadastra, në numër pasurie, Komisioni e pavarësishme dhe ishte dakord. Komisioni për blok të përkën së të qështje, edhe 3 ishë mandatët e komisionit nga 5,
ishte këshilltare të zotit Miko dhe zotit Janita, edhe unë, si këshilltare së djastës, edhe e shkërtuam me rektorin e zyrës juridike të projekt vendim, edhe ne, unë, si këshilltare e grupit tim, përkova relacion shtesë. Tash, kjo si përfaqen gjatë diskriminacioni doket, përderisa thuhet në mënyrë të përditshme në të mirë të komunitetit, atje janë në zyrat e policisë kufikare, është një qendër shëndetësore, përkova kompletisht to 2555 metra katrore, çfarë destinacioni doket, edhe në partën tanë doja një sqarim nga specialisti topografi i bashkisë, se në kartën kadastrale ishte dërguar, kishte një mos përputje. Atje zonat ishin shkruar me numër pasurie 68 fraksion 115 gjë i takon tokave punësore, edhe përkova që indeksi kartës nga zyra kadastrale kishte ardhur 115C që përfaqëson zonë ujore, ndërsa rrota në sqarimin ishte 115D. Pse ka ndryshime në kartën kadastrale edhe ka mos përputje. Unë këtë përkova dhe ja tha sekretari, përderisa specialisti e zyrave nuk erdhi të na relatori atë ditë, unë përkova sqarime. Tani zoti Mito dhe zonja Mita e pranuan, janë okej me këtë, unë përkova sqarime të mëtejshme. Nëse këto sqarime jepen sot, tu në planimet të publikut, të jepen. Dhe vazhdoj. Pyetja ime ishte se ju jeni këshilltar. Nëse harta ndodhet tek ai tonë, që është sot policia, që është një ambulancë e vogël, dhe nesër duhet të jetë edhe artikë. Po atje të bëhet një spital një vogël, bëhet një shëndetësore ka një të vinë turista dhe shoh një gazermë atje. Edhe policia atje dihet dakord që të bëhet nga ato top. Nuk e kuptuar, unë nuk isha kundër kësaj. Jo, po unë isha kundër që s'kishim relacion, se që të shkojnë jo si përfaqë. Nuk isha kundër. Ose merri të një o partijat. Nuk kemi qenë kundër. Po duar destinacioni. Jo, me shumë të drejtë qëstaja, e cilë normale të di kontra një destinacion. Dhe në transparencë në plotë për publikun dhe për shqiptaren, kërkesa që na erdhi nga Ministria e Ekonomisë i ka paraprirë kërkesave që kanë ardhur pranë Ministrisë nga Ministria e Shëndetësisë, që kërkon zgjerimin e asaj qendre shëndetësore, besoj e keni. Sot ka ardhur, është e vërtetë. Keni shumë të drejtë, është e vërtetë. Dhe nga Ministria e Brendshme për zgjerimin e komisariatit që është atje, qendrës policisë, nuk është komisariat në fakt, dhe të zjarritësve. Pra, sot ka ardhur dhe mbrapa keni të detajuar sipërfaqen në shërbim të kujt do të shkojë. Pra, mjetet si sipërfaqe nuk letërsohet qëllimi i asaj qendre që është atje, vazhdon të ngjelet në funksion të qendrës shtetërore, por që do zgjerohet, të qendrës policisë që do zgjerohet dhe krijimit të një qendre zjarritëse për zonën. Dhe siç e dini ju, ne kemi shtuar numrin e zjarritësve dhe qëllimi që e shtuam, ishte që të ketë edhe një zjarritëse të stacionuar në ato pikë, plus zjarritëseve që mund të sjellë Ministria e Brendshme nga emergjenca praktikanë, por edhe në njësi normalisht, sikurse edhe në Lukov. Dhe në Lukov do ndërtohet një qendër, pra që do mbuloj gjithë njësinë e Lukovës. Drejtori zjarrikseve di më mirë ndoshta, por dhe të stacionojmë një zjarrikse mjetët në Povranisht. Mënyrë që ne i përgjigjemi me njerë situatave që mund të na krijohen. Mos presim që të zjarriksja nga Imara për të vajtur në Tërbaqa Kongolet. Pra të kemi, kjo është ideja. Dhe qëllimi i kësaj qendre kjo është, nuk ndryshon destinacion. Do të vazhdoj të ketë të njëjtin funksion, si
zonë. Qendër shtetësore, stacion policie, stacion të tij. Në relacion të ka ardhur si informacion, vitin 1500 metro katror është ambient i jashtë ndrua, edhe ambient e zyrët në 616 metro katror. Edhe si total superfaqe është 2160 metro katror. Në projekt vendim që ne do miratojmë sot janë 2555 metro katror. Atëre 439 metro katror në terë. Obor, si që është tani në shkoni në obor. E tot ambient i jashtë ndrua. Po pra, është të bërë, është asë të tjetë. Në çdo njësi, Atere. Metro katror. Ne në projekt të ndim, në ka 2550 ose se ka kështë parcela si përfaqe kjo është aktualisht. Silva, aktualisht, atë si përfaqe nuk e menaxhon Bashkia e Imare, se ti një besoj, apo jo? Dhe kjo nuk është në kohën time, kjo ku kështu e vjeta. Atë si përfaqe atje e menaxhojnë policia, Ministria e Shëndetësisë me qendër shtetësore dhe zjarfikset që shkojnë sezonal. Dhe zjarfikset nuk duan vetëm kapanone, patjetër që zjarfikset duan hapësirën jashtë. Si ç'është aktualisht? Po ky është relacioni. Atëre, kjo është për zjarfikset, Silva, i lutem. Atëre, sot si përfaqja është kaq. Zjarfikset nuk duan thjesht një obor që do qendra shtetësore apo që do policia. Zjarfikset duan më të madh oborin dhe zjarfikset nuk i kenë në relacion po ta lexojnë. Prandaj ajo si përfaqja prej 500 metra është në shërbim të zjarfikseve, të kapanonit zjarfikseve. Zjarfikset do vënd jashtë, tani të jemi realist. Nuk po shtojnë si përfaqje. Po se instalacion do të relacion, se nuk e shtojnë edhe ato. Po sepse nuk është atje ka. Se ju sillni një relacion, nuk jam kundër, po ju sillni një relacion dhe këtu mund bëjmë metra. O Silva, të lutem, po kuptojnë e njerëzit. Të lutem, Silva, të kuptojnë e njerëzit. Nuk është relacioni i bashkisë me Silva, nuk e shikon si për që shkrua Ministria Brendshme, Ministria e Shëndetësisë, unë ju solla iniciativë kush e ka marrë. Nuk ju solla relacionin e keni atje ju ka hapë para kur erdhi bashkë me projekt vendimi, kështu e ka me relacionin të hipodonime. Kjo është nuk është relacioni i bashkisë me Soçi. Në rregull. Prandaj po ju them mos nuk i kuptoni. Kjo është kërkesa që i ka vajtur Ministrisë së Ekonomisë nga Ministria e Shëndetësisë dhe nga Ministria e Brendshme. Kjo është nuk është relacioni i bashkisë. Relacioni i bashkisë e keni ju. Ka lidhje fare me relacionin e bashkisë. Ka 15 ditë që keni relacion, përdodhe. Po ka relacion shoqërues projektin, patjetër. Patjetër keni apo ka dhe relacion shoqërues. Nuk ka relacion. Ne që nuk po relacione nuk po se nuk ishte Po pra tani e kuptua çfarë do bëhet, apo jo? Po ka sjell për relacion. Po jo pra se relacioni i bashkëpunimit. Nëse ti fare çfarë do bëj, si pas relacion. Tani në fakt ky projekt që me të drejtë antare dhe Këshillit, Silva e ka shkuar si presidenti sa i përket pjesës komisionit që nuk ka në drejtoria përkatëse, në kësaj kërkimin e marshës ose të numrave, sepse filloni nga shtresa që ka sjellë Ministria në kërkesa që ka bërë nga një shtesë në dalë një servicë sipërfaqe. Tani, fakti që kjo do të njihet për të bërë në interesin publik, që është një qendër shëndetësore ose zgjerimi ose pjesa e zjarfikës, kjo nuk mund të justifikojë këto që ne përshojmë dhe pretendimet që ne përshojmë këtu. Sepse nuk justifikohet se është për të mirën publike, edhe ne të jetë edhe me sipërfaqe shtesë dhe të mos jetë bërë procedura tamam dhe do ta çojmë dorë. Nuk është se është puna e mirë. Ku po duhet të vi relacioni plot, e para. E dyta, meqenëse ne na erdhi sot në ndërhyrje të Këshillit tani kërkesa dhe e kuptuam për çfarë është kjo, sepse a projektimi që ne kemi thjesht një relacion, kemi një VPM që shkruan copsat dhe nuk e kemi të qartë se do të thuhet që do bëhet për një dobi publike, po se çfarë mirë është e kuptuam tani. Tani kam një gjë. Përveç këtyre që çoi pretendime Silva që ne duam një përgjigje nga drejtoria përkatëse, drejtoria
si institucion që ne mund t'i drejtohemi ose ju si bashki mund t'i drejtohemi. Ne drejtojmë një dakë si të drejtojmë pronave, se mund të ketë qytetarë që kanë pretendime pronësore, duhet të bërë dhe një digjenë publike pavarësisht që ajo është për të mirën e komunitetit, sepse mund të ketë individ në zonën që do edhe rales që do mund të kenë procese gjyqësore që pretendojnë pronësinë, dhe këto të qita nuk mundet që projektime për marrjen e pronave të investimin si të private, si për interes publike, të mjaftojnë vetëm me një përgjigje të ASHK-s, se duke qenë që zona është e pamenazhuara, dhe pamenazhuar dhe pronat që shumë himariot ose shumë njerëz ka këtu që ka me ANDP, është e menaxhuar. Okej. Okej, dakor, se unë e them në të rësimin e situatës. Dhe unë po e them në të rësimin e situatës, se kjo nuk është vetëm tek ky projekt vendim. Në shumicën e projekt vendimeve për praktikimin e pronave, për dhënien e pronave pame të drejta ose brenda bashkisë, gjithmonë mjaftojmë me një ASHK, ku janë dhe zona të pamenazhuara. Dhe kjo e bën shumë të vogël informacioni dhe dalin njerëz që pretendojnë pronësi mbi atë pronë që do t'i dhe që kanë të drejtë ose do ta marrë tek bashkia ose do jetë për të mirën e komunitetit. Kështu që ne parimisht të gjithë jemi dakord për këtë, por duhet të përgjigjemi mbi këto, që nga Agjencia e Trajtimit të Pronave kemi bërë një kërkesë për të marrë një informacion, kemi djenime që se ka ndonjë proces gjyqësor në lidhje me këtë pronë, dhe në qoftë se edhe për pjesën e hartës të na përgjigjet drejtoria për kasë dhe pse dhe kjo pjesa e metra, 500 metra plus. Shikoj më kam diçka, se gjitha këto vinë sepse në momentin e caktuar ne nuk na vjen projekt vendim pa një relacion ose to që thatë erdhën sa nuk e di sot, na nuk e di si kush i bie sot, duhet i bie ditën t'i bën komisioni. E parë, e dyta. Ka tjetër pronë shumë që ka një karakter, dhe kur është kartera për një sindan ata dhe është pesat dhe ne nuk e pëse në atë sot, nuk e të e treta, ne nuk kemi kundër asaj dhe ne mendimin e shprehur. Kemi të të bërë, të bërë, dhe të që biles, nuk kam dhe një propozim të nga për para, që e thamë e këta sot, që të bërë dhe një njësit të tjera. Dhe kjo është një të bëgjifë. Po të bimë të në të. Dhe katëta më kryesorja kanë diqka. Nga përvoja të kanë. Po kanë bërë një brejtë e para e në 6 muajve. Se thoshim bashkia i marë të projektim vetari bashkisë. Jo, bashkia i marë, shimë bashkia. E para, e dytë. Në fund të projektim, duhet jetë drejtori i drejtorisë që të përpisë se zbënë. Drejtori të të dhe kushtë, se ka. Vën një zbën sekretare dhe jo, mund të firmosën e kasatë të duan, por duhet jetë përfajsu si e sajë të drejtori, se duan. Se unë po përpite, ka drejtori kjo, ka drejtori kjo, zire pjerë për të rrë, ku është firme të, a i specialistë për të. Këto, kishtë argumentime dhe unë t'jam punë në kësa jam propër të të bërë. Jo në atë, por në njësit e tjerë. Shikojnë në pak, do shta nuk e me i gabuar, por në aprej dhe një që do të akërtes. Në përgjithësi, shqiptari ka shumë drejtë me dojtë. Dakor? Specialisti dhe drejtori për katës i drejtorisë nga i cili vjen propozimi për vendim të si bashkie, duhet patjetër të firmosin në një nga 3 kopje e ne njëri e se të pëshirit një kjerë protokoll, po të firmosur patjetër. Dakor? Do të jemi pjesë të dakord në zonës, komisja arringi, në momentin që ati është ndërtuar, si shkemi vend, i bërë një ambulantë, i bërë një... Kjo, ka konsitroli sot, sa? A që jo sot? A që jo sot? 300 metrë, nuk ka a që është të dute, nuk po diskutojmë atë dute. Kjo objekti është dërtuar. Ambulanta, policia, kanë konsitroli sot, a disa. A bravo, nej, sa do e të shtesa. Ta dire. Aty ka pasur një projekt dhe është pakuar vetëm për ndërtesë. Që është ajo një policisë edhe verifikuar. Sot po përderivan e procedura. Se kërë është e shtesa, dhe të shpallë e të ne kemi të dhëna
pasurisë. Dhe gjithë ja ta marrë që gjithë e veqa. Sepse shikoj që ka që shkutim. E gjithë pasurisë është ndarë nga e gjitha për shkak të këtyre procesave. Dhe është 6.850.000 dhe është 2.555 e gjitha. Tani projekti atë, dhe serimet, dhe gjitha do bërë në projekt, do bërë nga Ministria dhe do në qenë nga ta. Ne po japim të pasurit 2.555 metra, Ministrisë Ekonomikë dhe Inovacionit që tjorë me qitë procedurën e më të ishme. Kur të zbi puna që ajo të shpallë të truarë, do kaloj me heqe nga fondit të rënë kushtë. Dhe ajo është pjesë, se ajo është pjesë për që ajo e pak e nga dhe policia, e patrolën, Ne kamo, se kamo. Filloj të shtesë azaj, që në shkollë të gjithë pasuria, po. po bashkë me atë të se ne dërgërojmë ashëkën dhe jo majtësine të kemi shpronate apo bulgarat apo prokurat. Zonat të benaquara, institucioni të komunitarës, institucioni që ka gjithë kompetența të tërë në institucioni është ashëkën. Si do të të drejtë është të zonat e benaquara, që është akoma sepse në të rast kemi një zonë të menaxhuar. Atëherë në të rast kemi një zonë të menaxhuar, e cila merret pasuria. Janë dhe certifikata private apo jo, nuk kam informacion. Informacione ka rritje jeton aty. Besoj që po të interesuar një po të majmë informacion. É para passar. Não pode passar. Já passou, já passaram por Da bom tempo, que levou. Da bom primeiro com ele, tipo, primeiro com a coisa do. Ficou interessante com ele? Diria. Sabe o que é? Me numër pasurie 68.119 fraksioni 15 është thot lloj pullot, ndërkohë që ne dimë që ky numër pasurie i përket tokës bujqësore, domethënë toka bujqësore. Ai keni informacionin. Si ma siamo qui se non va più la seconda del commissione.
Tani ti, unë kam atë për bërëtje ty, Ma ju të kaluar, ku shto ka mësë? relacionet e pamë që do të vite shtetin e ishë shumë akor. S'pa marë para shumë që në të e komisionit. Prandaj, që se të e këtë e tjenë të nuk ka me ju. Po dhe ne që nuk kemi për Dhe të... presë mos qarë e si juris. Nuk kemi për mos të Si u pushti të e qëtërin e të fjallës, o zotri, ti si u pushtu në të me kresë shua për klasë. Dhe unë më pes drejtore për klasë, su më pes ty. Para u përnëve ku këtë në mund të flesë si Edhe në qësë me kam gabim, kam të drejtë për sqarim dhe nuk jem kush të ashtë po të vynë kohë. Unë së të vynë a fare dhe relacionin që bëre, barë se si e bëre. Se e bëre pak të kryen që kalon. Ti ke të drejtë Po sa ka. shumë. Që që mos mos, të lutem shumë. Po ka. Unë jam nga për të shpërja po t'ishtë në të vjetë. Sa se mi ndivja këtu, që unë e zë. Unë kemë marrë për vitë për parti. Po. Voi pastorismo pretendimenti iniziale, fanno informazioni state per posto, Jo, informacion sutar duhet ta kesh, po ashtu më kuptosh më që e kam gabim. Do të ta kesh. ma dite drejta po che poi io per tutte informazioni c'è gente che sta troppo professore, ma stesso, gli vuoi informazioni della che università Gjitha informacion që vinë nga Ne kemi nga që katero, ke katero e ke katero që do të pullot, si kjo katero. Dhe nuk të ka shumë të gjithë politike, por nuk ka që ta lekoj të konë në logari shënarës të nësëri numër. Atë ka që pëtje bërë, ta një se dhe drejtë në politike, duhet të datë një më kompetentë që të plasi. Të përgjithje ka një këtë informacion, se e përdi këtë pëtje. Unë nuk di së di kompetența, jasno nessuno la che Ora, stato competente dato che questo per dare io a ogni mois, problema de pastorismo, perché ne pastorismo, diciamo, voi ne pastorismo con voi mois, come ne pastorismo, di casa se fa tanto una casa. Këtë pyetje drejtorie juridike, ne po bëjmë një pyetje, ti vesh më shumë se kaq, sa su vesh më shumë se kaq sa. Po mirë të dakord, ti ne për këtë. Që tani nuk bëni një pyetje, dhe ta shkalimet për sërimin e pyetjes e shëndaris tjetër, dhe shkruar asaj që u diskutuar në komision. E pra, ti të pasësh për harta dhe të për këto që diskutuar. Po mirë, ajo shkon bashkëlidhur pyetjes për hartën, nuk prandaj të thashë nuk të takon ty, ta thuash. Po prandaj them. Tani drejtori që ja kush e merret me këtë tjetër, drejtori e pronave thash. Drejtori Kjo si arrit, po si arrit pra se ta të qatë shërbej nga panisë, po, dhe e gjithë në dokumentacione... Ska lidhje ma jo të shërbej Po pra, po nuk të thotë shumë. Kjo si arrit është për të gjënë, për cilin është kjo si arrit? Ka me shkes për cilë se më kutë. Se ku e ke shkes arrit? Bo e kete dokumentin për e vendime që A shkjo vofë? Po pra, kjo se të nga të kuj komisione, të ndo avë të diskusione, a si janë të të krejtë linjë të Tani janë disa fusha të dishur, disa fusha janë të tjerë që nuk ditë të shumë. Tani mua më intereson, që nuk doja që një tonë private, që nuk shkon asnjëherë,
që të kanë të fërgjera. Tani, si pas akti që është karteli pasurisë, e zëmë, ne jemi të përshkruar sepse jo është atë është po kresoria baza është këto 2555 metra, ku to që janë ne jemi dakord që t'ja kaloj për të bërë investim për këto bërtmeja komunitari, kjo është kresoria. E lagus, është 1 metru të 1 metru të ama ne duam qëllimin dhe unë dua qëllimin që kjo do bëhet për këtë çështje. Kjo më duhet. Sepse postojnë nakë më duke kanë më duke prapë shkullor, kartela në foto shkullor. Dhe unë nuk cëroj asë njeri. Mua më lindë drejta që kjo duhet të bëhet, kjo të keni bërë. Tani ne diskutojmë pse nuk është, sepse këtu nuk ka, ne kuptojmë, s'ka nevojë. Jo, sepse këtu të thotë nuk ka, asë nuk po ta thotë kartela. Nuk ka trua. Tani pse duhet të pjetje kur kartela ta thotë? Asë një metro toll, asë një metro apartament. Po të thotë është të kullor. Tani për të 2555 metra, jemi dakord ne që të kaloj. Se që të jemi me mundje të mbledhur, kjo është kartet ma përgjësia dhe të kanë dhe ne nuk jemi askush që të diskutojë. Por, ne këtë të dimë të, se dhe në ato komisione që jemi dhe në shokerit, dhe me qëllë që jemi dhe, kemi thënë, të bëhet kjo apo jo? Në fakt, krena të filimen që të të bëhet 1-3. Tani, ne do kërpojmë për njësinë, hotranisht, të një të njërë, mikullon të bëhet. Nuk do thëmi që jo, ta bimë në atë në se ka dhe në jo, ku ta caktojë, zhira, ta projektojë, ne do bimë do krejmë 2500 metra. Dhe në Lukov, do krejmë 2500, ose 3000. Ne na duhet që në këtë zë, në këto metra, do bëhet kjo. Kjo është kresoria, tani, ne diskutojmë këto kullor. Do të ketë një dikim, që këtu nuk është to kullor, ne thomi që ka, ose ka, a më të po, atëra diskutojmë. Kam të karteli pasurisë që është nuk e të mështatë. Në qofë se do bëhet e kjo, në këtë kullor, ne jemi dakord. Tani ne thomi jo, 68 është këshu i 69. Tani, këta duhet të përcaktojnë që është. Që është? është tjetër gjithse të bëzë zyra. Unë duaj që t'jap okej. Por e kuptoni rendjo, unë duaj që t'jap okej. Që mbi këto ka prona e para. Mbi këto më thot kartela që nuk ka prona. E dytë, mbi këto ka një objekt që është i shtetit, por mund t'jede pa registruar. Se kështu janë. E policia dhe një në policia pa registruar. Kjo më duhet. Unë nuk duhet të nasmoj asë një qytetarë të mërë dorën dhe kjo se ati ka një konflikt. Po mos të kishin kartelën, unë do isha kundra. Tani ish kartela, unë s'kam që qatë to. Do të thonë mështë e zëza e pare. Se ka të suan e lepo këtë të peshkës. Jemi të akordit të jemi të kemi e përsimet të të
shqipti është përkujdore, kjo është tjetër kjo. Na do nisem ne të thamë shka. Skupim za njëre su kemi qasë. Unë e shikoj të vejë një dakord për pjesën por më ma të tua që ne po ka da një tjetë se kemi da nuk e kemi da dhe tani Faktikisht po faktikisht tani ne jemi dakord në një sipërfaqe është sipërfaqe e tokës një marës të se bashkisë një marës dy tjetër që të dhe nakatore me hatër për kate ku e që kjo është tokë të bashkisë një marës jemi dakord të dërkohet kjo që të bëhet treti për para pastaj që se ata nuk e bëjnë aty e ta bëjnë tjetër dhe nuk e lojë të tjerë të bëjnë që ku do mullesh aty da do i shpesh aty se ato ka një kote të nërë në dojë në mërë të tjerë ne kemi hartë të kemi tjera të tjerë mikë të tjërë e 555 si da të tosh ja da një bëjnë nuk të tonë e i dëna shumë pa le, pa hartë, pa toshte po, nuk e pyet e kështë. Numri që sipërfaqes që dhe më pak. Dakor kemi neve, por edhe më pak Ja se shpjegon. Sipërfaqja do të bëhet në parë relacion. Ja se do të shqipë të detajtë. Jo për fare, ne duam drejtorin të topografit. Nga bashkia ka dasë. Atëre, sipërfaqen e Këshillit Bashkisë do bërë në dispozicion të Ministrisë Ekonomisë dhe do ta kalojë është e shkruar në projekt vendim, në relacionin e bashkisë, në VKM që po na vjen, se ka në VKM apo jo. Pra e kemi sipërfaqen 2550 muta. Nuk ndryshon sipërfaqja. Kjo që ju erdhi sot vjen pas kërkesës tuaj në të komisionit, të komisionit për sqarim, kërkova unë të dokumenta, mi kanë sjellë dhe po ju them, është pjesë sqarim, nuk është pjesë e relacionit. Dhe ju them, kjo iniciativë nuk është nërmarrë nga bashkia. Është iniciativë, kjo është marrë nga Ministria e Shtetësisë që do që të zgjerojë qendrën shtetësore aty, nga Ministria e Brendshme që do që të zgjerojë stacionin e policisë dhe do të vendosen dhe zjarr fikse që do pulojnë atë zonë. Kjo është çfarë përgjigje tjetër doni për. Ska lidhje fare, nuk është e bashkisë. Në rregull, nuk e ka kërkuar bashkia, fiksoni mirë. E dyta, për sa i përket zonës kadastrale apo numrit pasurisë. Ju keni i kartelu nga hipoteka, nga shërbëja, na është dhënë në dispozicion, ne ju apëm ju në dispozicion, ne kemi për kërkesën na erdhi përgjigja, ju apëm në dispozicion dhe e keni në dosjen tuaj. Atje është shënuar edhe numri. Nuk mund të lëvizin as majtas dhe as djatas nga jo që ne miratojmë këtu dhe nga jo që ka kartela. Askush nuk e bën dot të gjithë. Dhe tjetra, nuk e di si është bërë para vitesh kur është ndërtuar, ajo po me siguri ish Këshilli i Bashkisë do ketë miratim ju dha lejen atyre të investorin aty. Investor aty. Nuk është toka jo thjesht, pavarësisht se nuk ka ndryshuar destinacionin dhe gabim ka bërë se ka ndryshuar. Atje është ndërtuar, se keni qendër shtetësore, keni polici. Kjo është fakt. Sot vinë pyetja. Ne do t'u japim të drejtë atyre Ministrisë Ekonomisë të financojë për të zgjeruar ato shërbime. Kjo është pyetja sot. Ka asgjë tjetër. Po nëse s'ka vendim të më pashën kryetar, si bëhet? E bëjmë sot kryetar. Me të një rregullon pamishmëri. I dashur jurist. Në rregull, kur të më sjellin mua një kërkesë bëhet zyrtarisht e ka ideali jashtë të japë një zyrtare. Jo, s'po të Unë thash nuk e di. Po unë thash nuk e di. Me në qoftë se nuk funksionojnë me mund të rregullon pamishmëri. Ne këtu funksionojnë bazë letrave. I dashur këtu. Zërin kadastrar mund ta ndryshoj. Para nga shtëpia. Edhe ti fare. Bravo. Mos u ngjerti kryetar. Hajde flasim pastaj. Mos u ngjerti kryetar. Ne japim tuallën më shumë. Nuk e bëjmë ne sa do bëjmë ata. Ata do ta bëjnë. Nuk e japim ne.
Alex, devo disposizione sul bagno totale 2000 Hai guardato? Vieni d'accordo? Guarda, siamo io. Maglia totale del corpo Alex, secondo me приехали мы домой, secondo me se funziona l'obiettivo. Se ci sono stati anche comprati se dico due proietti, appena poi dici che voglio che per me proietti la Și de acord cu pregătirea la noi, și de acord. Și de acord. Pe Smărie. Uși Condra? Faleminderit. Faleminderit per aiuto cittadino. Cittadino, come sai come Aqui é um tipo de estética, que Klima ekonomike. Ne kalojmë në ndryshme. Dakord keni klimën ekonomike? Dakord keni. Nëse të shohim, kjo duhet të bëjmë një pjesë, rreth kësaj nuk është për ndihmën ekonomike, por është për ndihmën sociale. E sikur kaluam një buxhet për ndihmën sociale. Çfarë po bëhet për atë? Kemi kaluar buxhet për ndihmën sociale. Çfarë po bëhet? Vjetë për ndihmën ekonomike. Kemi kaluar për ndihmën sociale. E kemi kaluar plan social ose fond social. Unë mam nuk që kemi diskutuar për ndihmë sociale, që do të thotë që familjet e varfra që janë, që parashikon ligji që ne duhet të japim ndihmë sociale. Zoja Vetore, shka më janë kjesë? Një qytetarë i Katar, në Korena, ka marrë një shpia, një shpia në patjetë, edhe ka bje jashtë bje grënda. E pishmira që atin e farë, ja është atu dhe da një, i kini edhe dyrë britare, ka i më të shkoti telefon, ka një, se të skuptoj dhe një këtë tjetër, do në firma që bjeni me në këtë atje, ka shkuet nga buqetino,
Ka buxheti i shtetit. Dhe firma vetë ku çfarë do. Këtu u se kuptoj punë. Po. Tani kontaktin për disa gjëra që nuk kanë kuptim në shtëpi. Jo, kanë shumë kuptim. Për mua ka shumë kuptim, firma se s'ka kuptim. Për mua ka shumë kuptim. Atë mund. Firma tenderohet normalisht dhe me përsipër të ndërtoj atë shtëpi sa ne kemi thënë. Po, çfarë? Normalisht ato Një detale. Një sekondë të marrë sa. Po, më fut. Tani nuk do të dëgjoj çfarë thënë do Po, të më fut. Nga momenti që kanë preventiv, bazohet preventivit dhe do ndërhyrje që ajo shtëpi ka nevojë. Firma nuk ka marrë në dorëzim akoma banesa, sepse nuk është kolauduar. Në momentin që ne do brejmë atë që ju thoni, do të shikojmë. Zonja drejtoresh në tani këtë tjetër, i gjithë dimrin ati, i pikoj di shtëpia brenda, dhe që kur t'ja marrë shumë behar ti. Jo nuk është përgjigja. Ajo që merr. Po kur i ke bërë projektin zonë, dhe kur ke dhirë lekët për fondi, të lutim, ku që ka bërë, ai që ka bërë, inxhinieri që ka bërë, është tu të vinë edhe diskuton ti zonja drejtoresh. Ti të kesh një zonë, dhe të vinë për nga më shpi, dhe shpia të pikoj, dhe ti tua unë do të marrë ku të marrë, dhe a i do i marrë lekët ku shmarë, po se të shpi pashë. Në një rria që ku ka që më shia që, ku ka që të rjetën edhe s'ke të ta. Atere, voi cristiani non chiamete. Kur është interesuar të adekjoj cristianism, është një të bashkëpunime Ministrinë e Shoqërisë Sociale dhe kontributor ose bashkëpunëtues është bashkia me Ministrinë. Por vlera totale për secilën banesë është 1 milion. Dhe kur bëhet fjalë për të vlerë 1 milion në 12.000 euro, që të rikonstruosh shtëpi e dim të gjithë që kjo nuk ka rjetë. Dhe projekti që bëhet, për mua nuk e di se si e bën ai arkitekti e bën, është e pamjaftueshme. Dhe si ti. Që në total është kaq tek. Pjesëtore sa i vede? 7.000 euro. Nuk është qatim e 7.000 euro. Se e bën? Qa manuali më Se e bën për ta? Se e bën i qëra Atëre të lutem. Kjo nuk është projekti, si vjetë projekt vjeçar. Si vjetë çfarë diskutuam, që ta dini dhe ju se do ju vinë këshill. Si vjetë diskutuam që ne mos ta pranojmë më bashkëfinancimin nga Ministria të bëjë fre, të thotë kaj do ja pështi, gjithsej, por ne si bashki të bëjmë një projekt të saktë për ato që kanë familje të nevojë për rekonstruksionin e shtëpive të tyre dhe t'ua financojmë deri në një vlerë të caktuar të mjaftueshme për të bërë diçka të saktë. Dakor? Këtë keni vendosur si vjet aty. Për familjet e dëmtuara nga fatkeqësinë natyrore, se në Bashkinë e Marës ka probleme fatkeqësie natyrore me rishkëshime për familjet e dëmtuara, a ka një ndihmë si mendon Bashkia e Marës? Atëre, për familjet e dëmtuara nga fatkeqësinë natyrore, po. A ka një ndihmë dhe një ndihmë? Po, një ndihmë. E rregullova pyetjen. Jo, ishte shumë e qartë në fillim si gjithmonë. Atëre, me të filluar rreshjet dhe me të parë që primara po përmbytej, me njerë kam nxjerrë urdhrin për ngritjen e komisionit të evidentimit të dëmeve, komisioni parë dhe një komision tjetër për vlerësimin e dëmeve. Pra janë të dy komisionet të ngritura. Dhe i kemi nxjerrë në teren. Duhet të keni një gjë të qartë që ligji thot që banesat të cilat dëmtohen, banesat, bashkia bën evidentim, patjetër do vinë në këshill, ja çojmë dhe
prefektura e të ministrisë përkatëse për të sjellë mbështetje me fonde të caktuara për këto banesat e prekura, por gjithmonë banesa e riteksoi sepse nëse janë bizneset duhet të sigurojnë pronën e tyre. Dakor? Kështu që në këtë pikë ta dini, ata që janë dëmtuar do të shpërblehen. Ka evidentim, nuk e di janë në mos gaboj 3 banesa dhe stacioni policisë. Komisariati. Me të ndryshme të krizari kështu, po. Kalon këtore pastaj, kalon këtore në ekonomie, pastaj, kalon të ketë edhe komiteti një. Kalon të një dhe të një, edhe akord, në më të shumë. Të jemi gjithë akord, s'kemi që nësë njerë kundra, i registrove të që një votu. Ani fuojme, me të kemi fuojme të ndryshme, po jemi të ndryshme. Jam unë brapa. Ani keni një kërkes nga fshati një vit buba, ku mua më kanë dërguar, ku po disa të tjerë më dërgojnë mesazhe, po dy një historie gjatë atje, një kriminel ka dalë atje për taj fshati ku ka marrë tokat, ku ajo si shpare për në bashkësi ma, në informacionim si për të është private, e pak. E dyta pastaj ta vazhdojmë me historit, jo këtë kështu jo atu, historit si që kemi ne, a i mund tjetë a i nga bim, por ne do të ndjojmë kërkesën dhe do të ndjojmë me bazat kjo takon Këshillit Bashkiak, bashkis, ligjit. Po ka gjithë atëri për edukata me të. Dhe unë këtë do të lezoj që kërkesën ka për të do për shkakin, për shoplakun në milicë do të janë mund kujë. Dhe vendosin e ti për para përgjegjësisë penale. Drejtuar kryetari bashkisë i Marë, do të banjertuar, tambo përbjeni kryetari bashkisë i Marë, do të dimitar. Po e përses zyrtarisht shqetësimi shumë të madh të Komitetit Shtonarëve dhe Legitim të fshatit i Mikulluar. Në vjetë saj kërkese, ankesë për shkartimin e minjesht ka detyra për plakut tonë. Shtetan do të garantisë. Ky shtetas po kështë proposin këtitar dhe u bërë pala aktive në një skemë inxinjerike me mirëfyllë të tjetësimin e 2694 tokë për perfekt. Kasu fshatit të lutë do të janë i Mundbuli ka organizuar në mënyrë të jashtëzakonshme mbledhjen e firmave brenda ambienteve të kishës, të fshatit, Shon Dimitri, duke ushtruar presion psikologjik, në banor Nikosit Pronar Legitim, në emër të firmës fotovoltaike në llogari bankare solare energji, aksionerës shqiptar nga rreti Kupsit, me emrin do t'ja Alex Hasan, Jena ujë more. Zvëndës Avenir Peka, i cili do të brenda në këtë kontrakt shërbimi. Të njëtë të dërtues Luani me penaliteti 7% dhe 20% me fane pronarve, dhe asaj loj penaliteti për fane në kruese të shërbimit. Si përmarrës për pajisuesi që se stoni gjore si shpret kontrata. Vetë fjallë që si përfaqe të linje 110 për balë konfundi nga ofurë shërbimit do të marrë 20% të kësaj si përfaqe. Këto janë brenda kontrate. Luani, në datin se janë bërë 2 kontrata, të ndarë nga njëra tjetra, për të interesuar si do interesojnë palës ofruese të shërbimit, sepse aty ka vend për interpretim të ndryshme. Pambarim, si përshën dhe apati përshëndimtar nuk është apati 3 vjeçar, po nga mënyra që kam përmbajtjen e apatit. Këto kontrata nuk kanë mbarim, dhe si e tilla ato pak qytetarë që firmosen do të enden pambarim gjyqet. Që se duan do të anulluar këtë kontrakt apo kundërshtimin me moralin njerëzor dhe rendin publik. Me herë të bashkë, do t'ja Avenir Peka ka shërbyer si kryetare legjon dhe kombëtar pranë Departamentit të Drejtësisë në Kosovë. Departamenti i Rendit të Sigurisë në Partinë Demokratike përfaqësuar nga Avenir Peka. Zoti Peka është shërbyer ka shërbyer në qeverisjen e Partisë Demokratike, kryetari kryeministit për rendin dhe sigurinë kombëtare, ministrit brendshëm, ministrit të brendshëm, i komanduar dhe avokati i shtetit për gjykatës ndërkombëtare. Pra, dhe kalimi kompetencave, për plaku unë e akuzoj drejtë se ka vërtuar në kundërshtim me ligjin
të ndihmuar subjekti privat fotovoltaik, sonarin e ty i realizuar deri. Për tjetërsimin e 2690 top, aktiviteti kimi nuk do të pjesë në dhundit. Përdorimin e ambientit të kultit, do të mënduni pa realizuar deri. Ushtrimi i kimit i palishëm, ai ka bashkëpunuar haftasi me bashkëtar tanë tere zonja Alita Mehmetaj, duke i futur dhe promosur në ambientet me të përshkrytura të mëdha dhe rëmoni shumë të madh në tempullin e zonë. Mund ta shpjegosh në pjesë po. Ti pas ke hyrë dhe ligjet e tona dhe ligjet e atyre. Ka përdosur punktin është iniciatori kësaj çështje. Me një noter që është në blog dhe ka kthyer punktin e besimit tonë të krishterë ka kthyer në zyrë material, në skandal i bajnë apinush. Kjo në shkron dhe come altri terreni e la società per me or tani ky janë numri është shumë verë kushani të vëlena është masakër nuk po i futem po jashtë ka sot ajo ka një shpikore shumë të mua dhe ka shkarë ne kisha që të kjo përdosje është ka një tuaj dimitar, shumë dimitar. Dhe unë rëmaj ka përdosur të gjithë. Zonë këtë të ngapime duhet të apaj ose duhet këtë pasoja për ato që të shkëtë bajtë presi penale se që kjo është iniciator. Ani, pyetja ime. Dhe unë kam e vitë të ma kërë ma shatar të një, nuk kam që në. Më falë, të bëjë pyetje? Ani, kamën tjetër shkati që të kute në skapë. Jo, po nuk mund të shkosh në tishtë njësë, që ishë shkosh për pak dhe zinë, për të tishtë. Nëse, kjo është pyetja ime, pastaj dakord. Se hapë për e plak ata, ne mos hapë. Ai është, ai ka ofenduar dhe bashkimin marë. Po, se ka? Po, pa tjetër se është, pa vajtë ka ka abuzuar me shtetin e tij që të besojnë shtatarët, bashkëtarët e tij, dhe ka abuzuar dhe i ka quar kastile në kish, që të abuzojnë me kishën. Kjo është e sigurt. Do me thënë të duhet e besueshme. Ani brenda komunitetit shqiptar, ka njerëz që shqiptar nuk është do me thënë është pasportor. Jo, nuk flasim për shqipje. Nuk flasim për shqipje. Flasim që ka marrë. Ka përdoruar të byrën në maksimale dhe ka i kaluar. Ai të të ndaluar dhe do të qërë. Ai nuk jem një qita, nuk të shëroj që të shëroj në e për të. Të më pojti mu, tokra, që da shumë, ti, që da shpërtim mu. Për në pojti mu. Nuk e shkarkon për ndaj Shqipit. Sprice, deri da i dhe shkarkimi. Ka shumë procedurë, nuk rova. Ti një më vërton të bëj. Ti s'pa argumenton asgjë. Ti thua është bërë në ambjent,
Gabimi i madh. Kush e ka bërë? Kryetari i Këshillit, kryetari i fshatit. Pse e ka bërë kryetari i fshatit dhe nuk e ka bërë noteri i fshatari juaj? Është noteri i fshatari juaj, noteri i fshatit. Fshatarët tuaj vajten atje dhe firmosën, por mua është gabimi i madh të shëndosh objektin e kultit për këto gjëra. Po pse kryetari këtë s'na vërtetoni? Ç'do s'po na bëni? Na thoni pse kryetari dhe jo Anjetavo, jo unë. Ka abuzu, do me të nështë një persone, që është një plakë, është i mirë besuar. Vetëm këtu është gërqë, pjesa tjetër për mua është absolutisht e gabuar. Është i mirë besuar nga të gjithë dhe prandaj i çoj dhe nuk ish njerëzit. Pse i çoj kryetari në këtë botë? Në mund pa më tonë do të mua pse i çoj ai? Pse ai dhe nuk vajta unë vetë firmosi kontratë, unë e firmosa kontratën, jo për plakë. Unë jam një nga pronarët e një zotës e. Se kryetari Donde propaganda, zoti qytetarë. Te vysh kjo, ne kuptojmë shumë. Ti vjen kështu bashkiak sepse ti kryetar fshati. Po është i hapur Ka vendosur kundra rregullores të tij, sepse kryetarët e fshatit kanë rregullore të ndonjë. Duhet ta mbrojë bashkiak. Pritë sqaro. I mirato kështu bashkiak. Tani çdo qytetar, çdo qytetar nuk të vinë kështu, sepse është kompetenca e që është e shkallë. Dhe ti ka për këtë e Ja, unë jam për tjetër gjë, por ne do të thonë ato që kemi ndonë. Çfarë janë ato, zona private, ato në ekziston dot, dhe çfarë janë probleme, këtë probleme në ekziston. Astë kuçës, astë kuçës nuk do të dosë të kuçës. Ti ke tani sepse ai ka shpërndoruar vetë. Po, ai u po ne si bashkë kemi një gjë. Ti duhet të vesh te kryesia e fshatit, që është e përbërë me 5 zvedase me 7. Nuk ka asnjë tani, faktikisht sepse nuk ka mendur ne që i marrin. Dhe ata duhen të marrin dhe e përcaktuar shumë bukur se si është. Nuk ka ata marrin një vetëni, ata kanë dhe kryetaku është faktikisht. Në këtë moment ne kemi edhe në këtë moment pas sepse për disa arsye në këtë moment ne kemi një të drejtë. Ne këto nuk i zgjidhim, ne kemi një të drejtë. Kryetari i Këshillit, bashkë me kryesin, bashkë me shqiptarët të ngrihen një këtë të vinë dhe ta shkojnë në hapë. Po, dhe pastaj ta realizojnë këtë marrë të vendit. Kjo është e drejta jote. Tani ne shqiptojmë jo prona jo ato nuk kushtojnë. Ne duhet të vim, do ngrihen një grup, do vim atë që ta shikojmë atë. Do mbledhim kryesin e fshatit dhe do marrim një procedurë ka të Këshillit. Ka pse do të rrinë me pjetë të vinë e për. Okej. Ju falenderoj. Ne tentativo per il gruppo Ogni volta se regolamenti funzionano le tre fiction. Ne ai? Sa ta Unë kam qenë në lagje në atia, dhe kë ka bërë një luft i bëj kërëplat me se zbërë, dhe kë nuk fitoj dhe bërë do hemi dhe nuk e shkuaj që e shkri market. Unë kuaj se se kuar një mara. Unë kuaj se se kuar një mara. Dhe e ka bërë për tjetë dhe asë kisha. Ai do të jetë si individ, është një nga qytetarët që i del përballë fshatit. Jo fshatit dhe shqitë një marë si dalë. Ne duhet flasim si qytetarë. Ka nevojë marra për individu. Ja ku janë marrë. Jo, po ne, po të qo. Jo, shumë një nërruar. Qa më them këtu? E të bufar, një marë. Një vica. No lo so su. Një marë, po e të se do me kretar, por dhe ne mi një një Quaj. Kaç parol. Ja. Po pra, po. Jo, nuk kuaj, sepse unë jam kretar, po do të afish. Jam i në pake gjithë. Shqes kanë shprejtet. Për një vitë bufar, nuk buaj për kretar, po buaj për një marë. Një vica është e himarës. Një vica është e himarës dhe unë buaj për një marë. Këtë ka përgjigjen të nërruar, një vitë se ka dhe kishë. E shumë një kishë s'ka. Kash për një ndërpesë. Një ndërpesë për në fshatin Bolen, me certifikat konsume, në i kura, në përgjigje finanse. Ka përmjesh në atije, unë mos në atje vjeç, dhe bashkia këtu duhet të bëj një gjë, pretendoj, jo vetëm me fjalë, që do bëj një gjë të
të një një të tjilë. Është mosha 80 vjeç edhe ka probleme i kikon në qatia, me sa i marrë në të tjilë. Jeton vetëm, pas në pasorti ka dëruar jetë, gjithë për jeton në të tjetër, Ne kemi bërë, pjesë e kiviti për ta... Tani, bugjeti... Ne që përmarën vese të pjesë ku në kretim. Ne të caktuar që mos të shiu. Ju mund a i bini në korik, edhe ki është e ka marrë shiu, kariku. Ju duhet i bini në momentin e caktuar, që në korik, që shkon, që ne t'i bëjmë tani. Dhe a i mos në letë jashtë. A ka mundësi të flasë qikë, sepse e ka i kemi të cajurisë për shumë të zotë, duhet të modifojnë të të zotem. E para, mos mendoni se një investimi bashkit bëhet, unë zjetë legët qytetari nga qefi dhe ja thot qytetarit me rendotoj shpinë. Ka ca procedura. Vjen në këshill, miratohet, bëhet projekti, sepse nuk është vetëm një shtëpi, janë disa shtëpi që kjo është pjesë e kësaj që kemi bërë, dhe mos kishte do ta fusim në këshill. E dyta, mbasi miratohet fondi për këtë zë në këshill, kalojnë procedurat e prokurimit që do minimalisht 45 ditë. Kuptohemi, mos jetohemi qytetarëve të se ta bashkia nesër të puna, jo. Pra gjithë procedurat ligjore, që juristët mos në ato, po shkemi ligjim, ne do t'i ndjekim dhe do t'i zbatojmë. Ka diri, që që mos e diri para përgjithësisë një punojnëse drejtoresh e sektorit për kacë, drejtoresh për kacë, duke e thonë kur, nuk e ka në dorë ajo. Se ka në dorë asunë se kam askush. Pra nuk janë lek gjeti, janë lek bugjeti, janë lek qytetarëve që kemi mbledhur, dhe i do t'i investojmë. Dhe do investojmë në bazë të ligjit për financat publike, për menaxhimin e financave publike, se bëjtë të ndryshme. Kështu që të kuptojmë dhe ta kuptojnë të gjithë. Rëndësika që është vendosur. Shiu sot ra nesër mund të pushoj, pas nesër mund të jeni prapë. Nuk ka lidhje me shiu këtë investim sot. Është marrë vendimin do bëhet. Në realisht kjo sot ishte tillë. Problemi është që pranë të kritikë. Unë nuk thonë se nuk ka ndonjë problem. Ne duam për caktimin e qoftë se ka 45 ditë, verta 45 ditë. Po bjeri në korik këto prevendime që në dhjetor a i që prëmë. Absolutisht po. Ju të kërkoj, pa, që do përë, ajo është procedurë. Ne si të mi për në përë periud që mos në zëjtim në jashtë. Këtë ka në drejti. Absolutisht po. Te qytetarë të ndaj qytetarë. Nuk flasë për qytetarë, flasë për ata që janë. E një ka gjë është për. Po tani ka shumë njerëz që nuk i plotësojnë këto dhe kanë nevojë. Bashkia i marrë çfarë hapësire kanë juridikisht me projekte për të ndihmuar këta njerëz. Nuk i plotëson ai që ka televizorin, ai se është thjesht se fikësim. Se po ke televizor në 2026 nuk vjen një çmie të madhe, sipas një ligjërat. E kuptova, ti je në rregull me pjesën e drejtorisë tënde se thua ka këto kritere nuk e financoj çfarë. Për tekën saj, ka projekte se si mund të ndihmojnë këto familje ndihma ose nuk e di çfarë hapësire, se duhet të kemi hapësire jo, do ta kërkojë, do ta gjejë, do ta ketë. S'është vetëm kjo pjesa e ndihmës sociale. Si jo ndihmoni se bashkia tjera si bëjnë. Ideja apo edhe në qoftë se
Disa kryetari bashkisë, kemi një fond shumë të vizuar. Për mua mos vetë fare, sepse këto të vetë. Edhe atë firmë që ka bërë atje në projekte ma bine dhe rastë atë dhe rastë Gata, bine gata. Një me mirë, dakord, dhe të gjoja i do marrë vesha i që nga me I merë me kështu të mund, që kjo të se ti, zonja drejtoresh nuk e pse i shpije, pare të aprish shpijin tjetër, se ka më njësë që kishte. Po të nejmë, që se to shpijin do miratoj të shumë bashkja, edhe kryetari bashkisë, duhet hiqe të liqë të vejtë, jam 3 milioner, ku shpija 20 milioner. Që të kujë përnda njërë, dhe kjo e zëj 20 me tora shpijin. Po në tërbaqë shpijin për ti numer telefona i, e po parë vjeta, po parë 3 vjetë, a i shpijin jashtë ke brëza. Pse e për shpijin, o qke, nuk një nërë, tjenë të kasfasi që ka patë. Hiqe fondin, e ja kush kryetari bashkisë, po e propozit kryetari bashkisë, hiqe fondin e kuptuar, dhe duhet do bëj 4 shpijin të vit, për 4 vjet do bëj 20 shpijin, po ato 20 shpijin të rinë përda njërë. Po ku e hiqe kryetari më i zonë? Po me më njerë, hiqe prishera atje, se shake prishku. Edhe të marrë telefonin për vitë ta. Ka kryetari. Po i propozimi kryetari dhe përgjesim për të aktuar Drejtoria shmatë të një bjerë për një grup, i të një grup për një grup të kunime dhe kështë të maron. Vini atje i për një qevi, kujtoni po e kini të borë, e kini të reguar shpinë, qitë një një shpije brënda. Edhe ja prishe shpinë dhe pasaj me të kemi, e ta dhe firma i më dhe precovi. Edhe ne ke buqetu. E ti tua pasaj, jo si ka marrë, jo dojë marrë, jo po dojë marrë, jo po dojë aja për të përseja. E më të të ka ta një që nuk e ta një Ok, me kemi do të me të Ka përra to se pa to së më përra. Ti këshiltare e ti dhe unë e të ka më përra se janë të me lekë tua, me lekë tjetra. Që do përshë të kërë tjetra, me sotë e mora vesh një shtatë, në do përshë të tjetë pak. 7 milionës, në dajnë ne, nuk do pranojmë më. Nuk do pranojmë më financimin nga ministria, dhe do të bëjmë si bashki, në mënyrë që të mos kemi duar të lidhura faktën të vlerën që do të vëgjitën në bazë të projektit që do bëjmë. Për të e bërë të rejtjen nga këtë proces, ka bashkëfinancimi. Jo. Janë... Që kemi bërë komisionin e të në djerve, kemi një gjështë. Ajo, ato janë shtëra për qytetarët. I ka një komision që miraton një komision. Që në momentin ka kaluar në komision, nuk përshëtë të qarë. Ase pas të nga Një komisioni, më kërë kërë dhe që një komisioni. A të rëmëdore kështu, a të rëmëdore të një kohë. A një kohë një kitë të zonë, janë gjasë sotë. A një këtë një gjatë dhe një komisioni, Për to ka një akor një që do të traktuar që do jeve, që të mitë edhe për të sa të tjero, dhe nuk të kaj pa dhe të traktuar, jetë për të të tisoj. Po, ka një që me të marrë shumë të tjera, ka shumë të tjera, të marrë shumë të tjera. A i komision të të serios në të një ditë me të dhe. Të marrë të ditë me një ditë një marrë, të të parë. Kryetarët e fshatëve kanë një pjetje.
Zotu që bëhet teritori bashkisë i marrë, i ketë drejta konosi si nga shteti, dhe nga bashkia ketë. Kam një kërkesë për punën që shkruaj me tani, bëhet një kontroll, sipas projektit që është parashikuar dhe sipas faktit. Kam një kërkesë. Atëre, kjo kërkesa juaj do i drejtohet supervizorit, nuk kemi ne financues, nuk është bashkia financuse, është KFV-ja, supervizori nuk është shqiptar, është i huaj, do t'ja bëjmë kërkesën supervizorit dhe ta zgjidhim, nuk kemi ne të drejtë. Kur ne s'kemi lidhur asnjë kontratë me ta. Jo të lutem. Tani të kuptohemi. Po të ishte investim i bashkisë së Imarës, absolutisht do ta kontrollonim centimetër për centimetër. Po ju them, është një kontratë, është histori e KFV-s, fondi i zhvillimit, tenderin e kanë bërë ata, financuesit janë ata, firma që ka fituar tenderin është firme huaj, firma supervizori, jo. Supervizori është i huaj, nuk preke fondet e bashkisë Imarës. Nuk e kemi të drejtë. Jo. Le të kaloj, ju preku tokës. Dhe kanali kare nuk deri në një partije vetë janë të vetë. Ati janë vitrit familje që kanë në që kemi ato, ta ka që se qoja të Në buroj. Jam buroj. Po e baroj. Jo, s'po marrën për ta, kanë në mëngjesë. Jo. Ati janë qitë ato deri në kodë, ata që e dinë Po unë isha vetë ati. Po kam një vetë ati, po gramon. Ju një minutë, isha para tregatë të ditës ati. Kanë daj deri që familja dhe tjera, dhe pjesa tjetër kanë deri janë vitri e familje deri të bona. Më thanë, para tregatë të ditës, më thanë që kanë gjelur 367 metra pa mbaruar. Jo, do vjen shumë keq, ata kanë Firma e usjellë se këtë. Një minutë. Firma e usjellë si apo kanali? A pra këtë thuaj tani, nuk e kanë mbaruar ata jo. Ata më nuk kanë kursore shkjellësu, deri kur është kontrata, nuk kanë mbaruar, është kontrata tyre mbaron në maj. Deri në maj. Kontrata është janë fondat e Ministrisë Bujqësisë dhe është kontrata e Bashkisë Imarës dhe kontrata është deri në maj. Nuk ka mbaruar puna. Mendova se ta për usjellësin e Imarës. Yes. Mos e tiro prima dhe nësishme janë më të nësishme janë. Dhe bugjeti që është miratuar, një ka zëra që ka pasur bugjeti ishte dhe agronomimi. Agronomimi të zonave të cilat ju i situat në faqare. Që ishte dhe vlera ishte të saktuar nga bashkja e rrëgjashtimit. Okej. Tani nuk duan të ti. Ashtë rritu komisioni, se ta që komision, se ta që nuk ka të jashtoja, për të ka të bashkia. Si do bëhet? Që skaroj s'do bëhet, mendova se ti. Jo, të skaroj një. Si do bëhet dhe ku Do ju askaroj si do bëhet. Atere, pritet vendimi i bordit të ASHK-s, që do t'ja kaloj të kompetencë bashkisë së Imarës, më pas firmoset marrëveshja midis ASHK-s dhe bashkisë së Imarës. Bashkia e Imarës ka miratuar në bazë një shkresë paraprake që ju e kishit në këshill, ka miratuar fondin si shtat dhe ju, do të prokurohet ky fond, do ta firma që do fitoj, që është firmë topografike, kush do ta fitoj nuk e di. Patjetër, private po si me ASHK-n si me ne, me prokurim është. Atëre, si me ASHK-n, kjo e bën ASHK-ja, si kurse ta bëj bashkia, kjo është rast i veçantë që do ta bëj Imara. Gjithsesi, firma që do realizoj do të ketë firmë private. E prokuruar, fondi i prokuruar nga bashkia. Tani çfarë do të bëjmë?
që mos kemi asnjë problem nesër, edhe ato që do dalin përsëri t'i korrigjojmë, në çdo fshat, në çdo njësi të banuar, do të ketë një komision, këtë e kam thënë unë, puna e firmës do jetë puna e vetë, por kudo firmën do ta ndjeki nga mbrapa një komision i caktuar njerëzish dhe nga bashkia, por dhe nga komuniteti. Pse çfarë ndodh? Menaxhimi është një problem delikat. Ne e bëjmë menaxhimin për t'i ardhur në ndihmë njerëzve, po jo për t'u hequr të drejtën e pronësisë në njerëz siç mund të ndodhur të kaluar. Jo. Po që mos ndodhi më, po ju them prapë, do të ndrëm komision nga çdo fshat që do monitoroj, do ndjeki, se nuk e monitoron dot me ligj, por do ta ndjeki hap pas hapi për çdo proces të gjatë menaxhimit, pra gjatë regjistrimit kundërshtar kompanive të bëjnë. Pastaj procedura është e njohur, vijnë rezultatet, afishohen 45 ditë, mund të ketë përsëri ankesa e kujt, mos harrojmë që ankesa e njerëzve janë jashtë shtetit, duhet që në çdo fshat i lajmërojmë. Plus që ne do t'i lajmërojmë në faqet tona, por edhe ato faqe që sot bëjmë propagandë kundër në këtë rast besoj do jenë pro, t'i lajmërojmë njerëzit që do vinë, të jenë prezent tu, të sjellin letrat e tyre që kanë, t'i paraqesin në mënyrë që të regjistrohen në mënyrën sa më korrekte çdo pronë dhe çdo metër katror e qytetarëve të bashkisë. Kryetar, na i datë përgjigjen se si do bëjmë. Tani, dua të di, ku ju i keni dërguar kërkesë në limin bordit ku pritet të merret, ku mund të fillojë? Atëre. Ti marrë vetëm këtë çështje kanë për interes. Atëre, cavallo kemi nisur kërkesën ASHK-s bashkë me na e kërkuar, bashkë me miratimin e buxhetit që kemi bërë. ASHK-ja, drejtoria përkatëse në ASHK e menaxhimit ka bërë relacionin dhe i është nisur relacionin në mos ka bojë në 3-4-5 shkurt, diçka e tillë fillim shkurtit bordit të ASHK-s. Në mbledhjen e këtij muaji, bëjmë një herë në muaj mbledhje atë, siç mund këshilli. Në mbledhjen e këtij muaji pritet që të diskutohet dhe të miratohet kërkesa dhe relacioni i drejtorisë të menaxhimit në ASHK. Më pas vjen me një herë firmosja e kontratës së bashkëpunimit midis ASHK. Ju mendoni se nga qershori do të mbaruar me pjesa e prokurimit publik edhe një herë. E dy pyetje njerëzit kanë problemi, do me thënë nga tërë ai buxhet që juve e thoni që kemi arritur dhe është një buxhet shumë i madh, nuk po thotë njëri. I vetmi zë që ka rëndësi për ne dhe për të gjithë qytetarët është kjo. Dhe prandaj ka vështirësi konkretizuan të di. Këtu janë këtu shumë mirë. Lutem të bëjë pak, nuk është i vetmi zë. Bashkë me rëndësinë e një zërave të tjerë, edhe ky futet në një zë shumë të rëndësishëm për rimarët. Sepse për mua çdo zë është i rëndësishëm. Ky është më delikat dhe do më tepër seriozitet gjatë procesit. Tani, mua mos më kërkoni afate kohor, sikur se tash pak më përpara për banesa sociale, as për këtë mos më kërkoni afate kohor. Afate kohor, mua do më kërkoni në momentin që Bashkia e Marrës do të firmosur marrëveshjen e bashkëpunimit me ASHK. Nga ai moment ne nuk kemi asnjë pengesë më, sepse i kemi zonat, kemi numrat e pasurive që janë për menaxhim, edhe ato i kemi nga gjitha, ne futemi direkt në procesin e prokurimit. Atëherë po mund ju them një për kaq kohë dhe përsëri prapë ju them fiks për kaq kohë, sepse gjatë prokurimit mund të ketë një anketë, mund të ketë prapë kuptoni. Jo, këtë pyetje do ma bëni, po jo me kohë, duhet ma bëni në çdo mbledhje këshillit duke më pyetur jo kur, po ku jemi. Unë mendoj për këtë çështje jemi të tërë gjatë qeverisë, por mendoj se nuk është kompetenca e bashkisë për të bërë këtë. Na e sa diu. Është mirë ne, po të kjo për të bërë dhe kështu bërë. Është mirë që ne t'i kërkojmë ASHK-s ose Ministrit të Drejtësisë që ka kohë për të bërë. Pse? Se me ligjin 2020 bashkisi ka një gjitha kompetenca dhe për to. Prandaj ne që të marrim një mas tjetër, duhet t'i kërkojmë institucionin për katës. Nuk është problem nga buxhet. Po kaloj kjo, është aq më mirë. Po mos takon ata që nuk e keni me ligj dhe ne presim akoma. Ne të marrim masën e dytë dhe pitoni, ASHK-s që ta bëjnë ata. Masë të ta bëjnë me lekë shtetë.
se kjo nuk ka për të bërë sepse është 20 ajo ka e po. Alo, po të